Jemi rikthyer dhe ky është çasti i dur të flasim pak për marrëdhëniet në çift, sidomos pas ardhjes në jetë të një fëmije. Në fakt, një fëmijë duhet të jetë burimi i një gëzimi dhe ashtu nis gjithçka dhe sigurisht që kjo nuk diskutohet, por ndodh që menjëherë pas ardhjes në jetë detyrimet shtohen, angazhimet janë më të mëdha, duket sikur streset bëhen të pashmangshme dhe papritur nisin konflikte, cicmice të vogla, situata të cilat jo gjithmonë na e bëjnë jetën fush me lule. Të gjithë mendojmë se duke patur një fëmijë gjithçka do të shkojë duke u zbukuruar, por vështirësitë nisin me rritjen e tij, me diskutimet në familje, këto dhe shumë të tjera, për mënyrën se si duhet ta trajtojmë pikërisht një moment të tillë, ne sot do t'i diskutojmë me një panel i cili përbëhet nga Delina Malaj, psikologe. Përshëndetje Delina, mirë se vjen. Me si që të kam këtu, si e, mirë se erdhe. Vazhdojmë me Albana Agolli, gazetare. Mirë se të gjeta Fjodora. Si mendon këtë punën e fëmijëve, Albana? Më pëlqen shumë. Pëlqen si temë, ta vazhdojmë. Megi Korbi, eksperte e politikave sociale dhe juriste gjithashtu. Me si që të kam këtu. Dhe përfundojmë me Fjordi Subashi si përmarrës, që gjithashtu është edhe një babi dhe ta kuptojmë tani si mendojnë dhe baballarët. Sërish mirë se më erdhe. Sot të kemi ftuar vetëm se e dim se çfarë mendimi ka mami, kështu që. Si ka qenë menjëherë, me qira fjala, bashortja, çdo gjë mirë? Okej. Se motrën e vogël e kemi patur sërish këtu. Ajo ka rezultuar si një nga ftuarit më interesant dhe me të vërtet jam shumë e habitur kur shoh se sa ambicie ka dhe çfarë qasje fine ka kur vjen puna tek profesioni që ka motra e tij. Të gjithë familja merren pak me real estate, po ajo e vogla është me të vërtet e apasionuar jashtëzakonisht shumë. Si u zuri viti i ri një herë, tani me një pyetje kështu, me strese, me pushim, a rehatuat pak, a pushuat pak? Po, mirë. Mirë, mendoj që ka nisur mirë, po. Okej, me familjen? Po, me familjen. Okej, E mbyllëm gjithmonë. qetë, e nisim qetë. Ty si të zuri 2026? Me punë, me energji, me shumë punë, Aha. motivuar. Bravo, Delina. Po, nga pjesa gazetarisë? Nga pjesa gazetarisë, Me ngjarje mjaftueshme. me shumë ngjarje, me më shumë ngjarje se kur do herë tjetër. Megjithatë, nga pjesa familjare, me që po flasim sot edhe për fëmijët. Okej. Një periudhë pushimi për fëmijët, po që vjen me ngarkesë brenda familjes, sepse duhet të shpikësh sa më shumë aktivitete për të mbajtur të angazhuar. Shumë ditë pushim në fakt, është e vërtet. Çfarë bëhet Fjordi Dhe aty nga ju? sektori jonë me shumë vrull, Shitje ka? po Këto pa kohë? tjetër, Ka? gjithmonë ka shitje. Ka gjithmonë shitje në real estate, po që janë Së njerëzit? shpejti edhe rivlerësimin, që dalin fletore zyrtare. Kurioze jam të bëjmë edhe një temë për të kuptuar, po se bëjmë dot se s'na takon neve, ne jemi pak më Dhe shumë entertaining. prona do dalin në treg përsëri. Mirja, do kërkojmë kështu konsulta personale Se jo, me pas kënaqësi. emisionit. Mirë, ne sot ju kemi ftuar për një temë e cila ka të bëjë me këtë ndjesinë kur fëmia vjen në familje, sigurisht shtohen edhe tensionet. Të gjithë do donim që çdo gjë të ishte perfekte, por me sa duket nuk është kështu. Pra e themi, por nuk është tamam ashtu, sepse ndodh që dukshëm tensionet rriten në familje për shkak të përgjegjësive të reja, përgjegjësive që duhet ndahen, ku duon financiarisht, e tjerë. Më tepër do kërkoj mendimin tuaj si ekspert për këtë pjesë, sepse vetë, duke qenë se kam rritur vetëm, nuk kam pasur me këtë grindem. Kështu që të paktën të shohim se si të tjerët e përjetojnë këtë gjë. Shkojmë të ndjekim një insert dhe rikthehemi në studio. Një fëmijë vjen si bekim, por bashkë me të ndryshon gjithçka. Ndryshon rutina, ndryshon lodhja, ndryshojnë prioritetet dhe shpesh ndryshon dhe mënyra si dy partnerë shohin njëri tjetrin. A është normale që pas ardhjes së një fëmije çiftet të konfliktohen më shpesh? A janë grindje të pasojë mungesës së gjumit, presionit ekonomik, ndarjes së roleve, apo e pritshmërive që nuk thuhen kurrë me zë? Pse dashuria që dikur ishte në qendër zhvendoset në plan të dytë, dhe vendin e saj e zë tensioni. Sot, në çasti i duhur, do të flasim për marrëdhënien në çift pas ardhjes së një fëmije, për konfliktet e vogla që kthehen në debate të mëdha, për heshtjet që lëndojnë më shumë se fjalët dhe për mënyrën si prindërimi ndikon tek intimiteti, komunikimi dhe barazia mes partnerëve. A i bashkon gjithmonë një fëmijë çiftet, apo i vë ata përballë provës më të vështirë marrëdhënies së tyre?
A i bashkon me të vërtet, apo i vënë një sprov, Delina? Ta nisë me një psikologe dhe me një mendim, po themi, pak më eksperti. Unë do të ta nisa pikërisht nga kjo fraza e fundit, që mendoj që përgjithsisht një fëmijë vë më tepër në sprov, teston le themi marrëdhënien e çiftit, se sa e komplikon apo e dëmton atë cilësinë e marrëdhënies që çifti ka pasur. Marrëdhëniet të një fëmie ndodh që nga ndryshojnë rolet, nga partner romantik kalojmë në prindër. Dhe ky tranzicioni psikologjik që ndodh nuk është shumë i thjeshtë për tu asimiluar apo për tu implementuar me kalimin e kohës. Ndodh që fëmijët përgjithsisht nxjerrin në pa problematikat e çiftit, të një çifti që nuk është shëndetshëm i konsoliduar. Sepse një çift i konsoliduar në mënyrë të shëndetshme normalisht e gjen rrugën me kalimin e kohës dhe gjatë kohës së prindërimit. Se fazat e para normalisht kemi vështirësi me përshtatje me rolin e ri, ti nuk di, se teorikisht mund ta dish shumë mirë çdo të thotë të prindërosh nëse ke marrë informacion, por praktikisht ka indiferencë shumë të madhe. Praktikisht është një zbulimi i përditshëm. Për më tepër e nisim nga ndryshimet hormonale të nëna, që nuk janë të lehta për të përballuar, për të kaluar pastaj te një lodhje kronike e vazhdueshme që nëna së bashku me babain hasin. Gjatë kohës së prindërimit dhe ardhjes në jetë një fëmie ndodh që rritet përgjegjësia normalisht dhe pritshmëria që kanë partnerët ndërmjet njëri tjetrit. Ndonjëherë vjen në garë dhe në konkurrencë pa kuptuar, që do të thotë njëri merr më shumë përgjegjësi, tjetri merr më pak dhe linin konfliktet ose vjen në pa konflikte që në fazën romantike nuk kanë shumë të nevojshëm për të përballur me të tilla sfida. Të dy prindërit vinë nga kemi modelet familjare, të dy partnerët ose prindërit vinë nga familje që janë të ndryshme tipologjikisht, dhe normalisht mundohen në mënyrë të pakuptuar të implementojnë modelin e prindit të marrë dhe familje e re që po ndërtojnë dhe nuk harrojnë të përshtaten me këtë familjen e re që po krijojnë dhe marrin role të mbartura në mënyrë të pakuptuar nga prindrit që nga për familjen e cilat e kanë ardhur. Doja të thoja që fëmia nuk është se sjell probleme vetvete, por vën në pa problemet e pa të amplifikuara të çiftit më përpara. Albana, ndodhë që bashorti nuk e kupton presionin, ndjesit e reja, që nuk mirë kupton këtë momentin ku ti përveç se je femër, përveç se je tani ke dhe shumë gjëra të tjera, cilat ndërlidhen? Tani, nëse do nisesha nga përvoja personale, për mua kanë kaluar disa vite që nga momenti i parë kur jam bërë nën, do me thënë djali ka bërë 13 vjeç, vajza bën 12 vjeç, që kështu është më shumë se një dekadë. Megjithatë, jo, është një proces përshtatje, patjetër, është një proces njohje. Është një proces njohje në fillim, të dy njohim një realitet që nuk e kemi njohur, domethënë kemi kaluar si fazë, të cilën nuk e kishim njohur më parë, sepse diçka është ta dish në teori ato që të pret, edhe një gjë tjetër është ta bësh në praktike. Le të si puna tjetrit është një shprehje, domethënë edhe kur them punë në këtë rast kam parasysh për detyrat që lindin në këto role të reja, si për babajnë, ashtu edhe për nënën. Duket e thjesht kur e dëgjon teori, duket më shumë e bukur dhe romantike, por normalisht ka edhe pjesën e sfidave, dhe nuk janë sfidat vogla, sepse të presësh një krijesë të transformosh gjithë mënyrën tënde të tjetuarit e nuk është një proces i thjesht. Personalisht në përvojën time ka qenë një moment gëzimi shumë i madh, madje vitet e para, kur jam bërë me fëmijë, unë jam bërë me fëmijë në një periudhë shumë të shkurtër me dy fëmijë, në 2013 kam sjellë një djalin dhe 2014 vajzën, dy herë vit pas viti, si me thënë, po e mbaj mend të kujtoj gjithmonë si një nga periudhat më të bukura në jetë, sepse në marrëdhënien tonë në çift ka ekzistuar shumë bashkëpunim. Pra, në rastin tënd është ka qenë shumë pozitiv ky si moment në transformimin tonë të marrëdhënies tonë si çift. Jemi të dy shumë të lidhur me fëmijët, sigurisht që gjatë këtij procesi njohje secili do t'i bëjë gjërat sipas asaj mënyrës vet, edhe ti me kalimin e kohës kupton se cila është mënyra që të përshtatet më shumë për formatin e familjes tënde, për natyrën tënde, karakterin tënd, mënyrën e jetesës e gjithë faktorët e tjerë që ndikojnë. Megi, nga përvoja si juriste, tani pse një numër i madh çiftesh ndahen pasi kanë fëmijë? Që sigurisht një nga problemet kryesore në këto divorce është fëmia, por ama mund të jetë edhe një nga momentet që sa do të mund t'i lidhte, mund t'jetë edhe arsyeja pse shkojnë në divorc. Dëgjoj Fjodora, duke mbështetur edhe mendimin e koleges të Delinës, sepse profesionet ato janë të lidhura
bashkëmangshmërisht me një tjetrin, sepse një proces gjyqësor absolutisht nuk mund bëhet pa prezencën e psikologut. Edhe pa aktin e ekspertimit, është pothuajse vendimtar, domethënë për sa i përket një proces zgjidhje martese, absolutisht. Mendoj që piknisja është, ashtu siç e tha Adelina, është mos konsolidimi i çiftit përpara përvojës prindërore. Okej, askush nuk bëhet prind duke pasur një eksperiencë, për gjithë fëmia i parë është një eksperiencë për herë të parë. Mund të them që është një tronditje duke marrë shkak jo vetëm nga profesioni, po duke nisur edhe nga vetja. Unë mendoj që është një tronditje për mirë, por ndodh që shpeshherë projektojmë te partneri disa karakteristika edhe veti të tilla të cilat i vëmë në provë vetëm kur bëhemi prindër, pra kur kur ndodh kjo tronditje e madhe. Si piknisje, zgjidhja e një martese, gjithmonë kur shkak prindrit konsiderojnë ftojen pas fëmijës së parë, është pjesa e mosdakordsisë sa i përket ndarjes së detyrave, roleve të paqarta, por shpeshherë kemi pasur prindër tepër të ndërgjegjshëm që mungon mbështetja sa i përket institucioneve të shtetit dhe politikat sa i përket familjes. Ka familje që dukshëm e shprehin në procese gjyqësore që mungon mbështetja e një ndërmjetësi, pa arritur tek padia dhe zgjidhja e martesës, stigmatizimi nga të bërit një terapi familjare me psikolog familjar, që për hir të së vërtetës në institucionet shtetërore mungon, ose është me pakic, ose është pak më tepër në institucionet e qendrave të mëdha, por nuk do të harrojmë që Shqipëria nuk është vetëm 3-4 qytete të mëdha, dhe përpos kësaj është pamundësia financiare për të mundësuar një psikolog privatisht. Ndikojnë edhe sipas vendit, pra gjeografike etj. Po të pyes pak më shumë personalisht, ty vetë të ndryshoj qasja në momentin që u bërë me fëmijë? Të jemi sinqert, kam pasur një bashkëshort shumë mbështetës sa i përket rritjes edhe ardhjes një jetë të vajzës. Nuk është, më thënë, shumë për të thënë, por gjatë periudhës së shtatzanisë, për shkak të ngarkesës së punës edhe natyrës së punës, dhe më thënë, sepse në kohën kur unë isha shtatzan, punoja në seksionin penal për të mitur dhe ishte goxha e vështirë. Nga ana psikologjike ishte e vështirë, dhe më thënë, kur je shtatzan, ndryshimi i hormoneve, lodhja, ti përjeton më ndryshe këto lloj probleme, që edhe në shoqëri. Edhe mjeku më rekomandoi që të merrja një regjim, të bëja pushimi, po duke qenë se isha mësuar me punë, nuk mund të rria rehat dhe nisa një specializim. Dhe kam shkuar në specializim deri ditën e fundit shtatzanisë dhe edhe pasi linda gocën, u desh që të bëja vetëm një muaj leje gjatë kësaj periudhe dhe të rikthehesha në punë. Kështu që jo, më tepër ka qenë jo tronditje ose po themi pasiguri nëse do të prindëroja mirë, ose se çfarë më po më priste mbi atë çfarë unë kisha menduar dhe projektuar veten time si nën. Por jo, kam qenë me fat nga ana tjetër. Pak të i vetmi babi që kemi këtu dhe jo babi kështu, po plot 3 fëmijë. Bab rekordesh. Sfidë e madhe, bab rekordesh nga ata që pak ka në xhiro këto kohë. Si ka qenë për ty në jetë ardhja e 3 fëmijëve dhe ke marrë në një leje lindje ti? Se thonë që mund të marrë edhe bashkëshorti, zgjedh. Po, jam ndjeni që mund të marrin dhe bashkëshortet, po unë nuk kam marrë. Ti nuk e marrë? Jo, ja ke dhënë gjitha mundësi. Asnjëherë leje lindje. Tani, është e rëndësishme që t'jenë të dy prindër, në momentin që vjen një fëmijë, t'jenë të dy prindër dhe të dy të jenë të përgjegjshëm, të marrin përgjegjësitë e tyre. Pastaj pjesa tjetër është dhe suporti. Ne të dy suportojmë, pasi të dy jemi dhe në një fush, në një biznes, dhe e suportojmë shumë mirë njëri tjetrin, kush më pak, kush më shumë, kur e kuptojmë që dikush është më shumë i lodhur ose më pak i lodhur, po nga ana tjetër dhe unë, le të themi, vi nga i familje madhe, kam 3 motra pas, me diferencë 2 prej motrave 15-12 vite dhe kam qenë dhe i angazhuar me rritjen e tyre. Me rritjen e tyre dhe pjesën e fëmijëve, për kujdesa, po nuk më shqetëson fare. Me Esteri ke bërë punë shumë të mirë. Po, sot Esteri do të rrita vetë. Ashtu thotë, Megjithatë, Fjodora, doja vetëm të thoja diçka, në komunitetet e prindërve, duke qenë se kur bësh prind dashje pa dashje frekuenton edhe më shumë, ndihet shumë pjesa e rritjes angazhimit të baballarëve. Mua më duket sikur në krahasim me kohën kur kemi qenë ne fëmijë, baballarët sot janë më të angazhuar në
pjesëmarrje në rritjen e fëmijëve, do të thënë qoftë për çuarjen, marrjen nga E shkolla. doja të pyes, në fakt, kështu tensione të tipit shko merre ti se s'kam kohë unë, po do ta çosh pak në stërvitje, po te ky kursi, po se aty kam Dy përshtypjen. çunat janë akoma të vegjël dhe unë i çoj vetë dhe i marr vetë. Ashtu, Edhe a? vajzën gjithashtu duke qenë se aktualisht e bëj që e bëj rrugën, dhe kam të përditshme në mëngjes që i çoj në kopësht çunat dhe vajzën në shkollë. Dhe përsëri në drek, në pasdite i marr përsëri unë. Kur ka mundësi, se mund të ndodhi në një herë që nuk ka mundësi dhe koordinohem me nusën, me bashortën, kështu që të dy kuptojemi shumë mirë me njëri tjetrin dhe të qenit me fëmijë nuk na ka stresuar. Do me thënë ti përpiqesh Ose jesh nuk zihet. katalizatori i streseve dhe i ngarkesave në mënyrë që ato të vinë. Po. Pra, është ajo detyra tipike një babai i cili merr përsipër. Është me momente, edhe në siguroj. momentet e para, ndoshta kur bëhesh baba për herë të parë, ke pak sfida më të reja. Zbulim është, sigurisht. Po, kurse pjesa tjetër, pastaj kur e ke dytin e tretin, te pjesa hormoneve, gjithmonë bën diell me veten, po, ke shumë të drejtë, gjithmonë, pastaj në vazhdim, ndajnë përgjegjësitë dhe suportojmë njëri tjetrin. Delina, këta baballarët modern duket sikur janë shumë të përfshirë. Pra kanë një lloj qasje pjesëmarrje në ndarjen e detyrave, nuk janë si dikur nënat bënin gjithçka laj, shplaj, pastro, gatuaj, rregullo, ftillo dhe pastaj po i doli koha edhe për të qenë edhe femër, grua, nën. Në fakt kjo është një gjë shumë e mirë, se me ndryshimin e kohës ka ndryshuar edhe marrja e përgjegjësisë. Nëse më përpara nëse nisemi kulturalisht që martesa ishte një domosdoshmëri, nuk martoj, nuk ishte zgjedhje vullnetit të lirë partneri dhe se ka pasur edhe raste të tilla. Sot numri i martesave ka rënë, nëse mund ta ndihmon dhe Megi me këtë gjë. Dhe është rritur pastaj, po diskutoja edhe një studim të madh të The Economist e kishte nxjerrë dhe Janisa dhe autores time, është shumë e tmerrshme çfarë po ndodh me institucionin e martesës në përgjithësi dhe çiftet në përgjithësi. Është në krizë gjithë bota. Të paktën do doja ta shikoja pozitivisht që ata që martohen të marrin përgjegjësitë e duhura për të sjellë një jetë një fëmijë dhe për të ndarë rolet në këtë institucion e martesës. Nëse e shohim pozitivisht, të paktën të jetë gjë e mirë për këtë. Ndaj dhe ndoshta mendoj një nga faktorët që mund të ketë ndikuar që këta baballarët, prindërit e rinj, baballarët janë më të përgjegjshëm ose kanë marrë me vullnet të lirë për të sjellë një jetë një fëmijë. Jo se janë të pashmangshme raste që janë të papërgjegjshëm por në rastin e baballarëve pozitiv, të mirë, ndoshta janë këta që kanë me dëshirë për të qenë prindër dhe për të prindëruar në mënyrë të denjë, le të themi. Ka dhe diçka tjetër, janë shtuar edhe angazhimet ndaj fëmijëve. Do me thënë nëse dikur fëmijët e bënin vetë rrugën për shkollë, për të kthyer nga shkolla, kurset nuk frekuentoheshin siç frekuentojnë fëmijët sot. Do me thënë, ju thatë që janë fëmijët e vegjël, po duket se kjo mosha gjatë cilës prindrit i shoqërojnë fëmijët në përgjithë aktivitetet që kryejnë është rritur. Pra, ti nuk i çon më vetëm kur janë shkollën fillore, po vazhdon edhe pak më largë se mosha e shkollës fillore, sepse e tillë është koha. Janë disa gjëra që kanë ndryshuar me kohën edhe je përshtatur, por duke qenë se janë shtuar angazhimet ndaj fëmijëve, normalisht janë disa angazhime që nuk mund t'i përballojë një njeri vetëm dhe dashje pa dashje detyrohesh. Ne gazetarët shumë për sinqeritet. Ka pas një moment që të shpik filmi, do me thënë këtë të burit. Po jo një më A një lërë këtë perfektin, jo një. Po jo një, ka patur shumë, pse i leme ka ishpa, ka patur shumë momente. Unë përgjithsisht mbajmë për natyrë shumë e qetë, po njerë në vite kam edhe unë atë shpërtimin tim edhe i kemi... Atë 5 minutin. Po, atë 5 minutin pa tjetër, sot para se të vija këtu, kisha një minut, që nuk e kisha 5 minut, sepse doja që të kap vija këtu në kohë, të bëja dhe atë përgatitjen që duhe, po ndërkohë kjo qëllonte edhe me momentin që ne qojmë fëmijët në shkollë, ata po vënoheshin pak. Do me thënë, janë me këtë shkollën bas dite që është një sfidë më vete, edhe pati një minutë që unë kërkoja që të nëzitonin, do me thënë, jo me këtë tonin që po e them këto. Jo me këtë tonin, sigurisht. Absolutisht. Këtë toni është toni i bukur, gazetarisk, ne bëjmë... Hama, Fjordi, ty, se tashi... Pa diskutim që kam pasur, të rasti fundit ka qenë se kemi qik probleme me atë të voglin me gjumin, po kryesisht me pjesën e darkës, me zgjimin mere mund në të përgjithshmen dhe më zgjoj para ca ditësh në orën 3 edhe nuk flinte më djali vogël, 3 me 6 kemi kërcyer, kemi kënduar
Edhe ajo Ose ishte... më thë kështu se do zgjohet çdo ditë në orën 3. Çdo ditë në 5 e kam Kështu jumping, duke kërcyer. Ashtu. 5 me 7 që fillojmë e bëhemi gati, po nga mua them. E po të takoka që... Ky vogli nga më shumë nga unë, kurse djali janë nga të dy. Megi, kush është sfida më e madhe sipas teje një nënë e re e cila duhet të mësoj dhe duhet që të... Si me thënë, unë kam kuptuar të paktën nga rritja e djalit që çdo 6 muaj diçka ndryshe ndodh. Çdo 6 muaj të paktën në këtë fazën e parë të rritjes, përballesh me një gjë të cilën as nuk e ke imagjinuar, as nuk e di se si do të vi dhe as nuk e parashikon dot. Unë të paktën kështu e kam përjetuar me djalin. Dhe gjithmonë ishte një gjë që kishte të bënte me rritjen, me qasjen e tij qarshënjë sporti, me qasjen e tij shëndetësore, domethënë duket sikur çdo 6 muajor ka një sfidë të re për t'u kaluar. Ti vetë si e përjeton këtë si nënë dhe e bashkëshortin, do me thënë si a jetoni një loj? Do ta ulja pak nivelin dhe do thoja gati çdo fund muaj, unë shikoj vajza ime është në klasë të parë, e bën 7 vjeçe për pak, por mendoj që rriten me hapa galopant edhe nga ana e formimit si njeri, jo vetëm fiziku i këtyre fëmijëve të sotëm. Mendoj që sfida më e madhe është fillon nga rrethanat kulturore në cilat ndodhemi, por dhe punët respektive që bëjmë. Çfarë do lloj profesioni të jetë ai që prindi është, ka dinamika të ndryshme në Shqipëri edhe problematika të mëdha. Duke e marrë që nga leja e lindjes, në ta nisësh që nga zeroja, sepse unë mendoj duke pasur parasysh edhe nga informacionet e marra që atashimi me fëmijën në shumë i rëndësishëm të paktën 2 vitet e para. Që nga leja e lindjes, që nuk mund ta marrin të dy prindrit njësoj, do të thënë dua që ta theksoj këtë pjesë, ose njëri ose tjetri, ndërkohë që pa dashur që të heqin vlerat edhe babait dhe për të mbuluar shpeshherë edhe atë standardin që kolegja po prapë përmendi me kërkesa duhet të bëjë 2 punë dhe do duhet mungoj më gjatë, ndërkohë që duhet të plotësoj këtë pjesën tjetër. Por varet shumë, thash nga pozicioni i punës edhe nga mënyra se si mund të koordinojmë. Kjo është sfida më e madhe e përkushtimit. Por nëse është e pamundur në pjesën e parë të ditës, të paktën siç ndodh rëndom me gjitha familjet që ora 4 ose 5 i mbledh në shtëpi, në kushtet më të mira, bëjmë më të mirën e mundshme të paktën deri në orën 8:30 që vjen ai orari i kohës së gjumit. Albana, si gazetare, si e ke përjetimin me këtë ndjesinë e institucionit martesës në përgjithësi, së fundmi, në ndarjen e përgjegjësive, pritjen e fëmijëve, pra sigurisht ne marrim pak më shumë informacion për shkak se prekim tema, shohim statistika, situatat i kemi sido që tjetë. Po, është një institucion që është transformuar në fakt, si shumë gjëra që janë pjesë e jetës tonë, është transformuar dhe shoh që ka hyrë në masë edhe koncepti i bashkëtesës, pra martesa de facto, po jo de jure, që është edhe kjo një faktor që e ka ulur atë statistikën e martesave. Por të paktën në zonat urbane, unë i shoh si zhvillime pozitive mënyrën se si ka evoluar martesa sa i përket qasjes që kam partnerët, pra më bashkëpunues, më të përfshirë si në rritjen e fëmijëve, të paktën në zonat urbane, sepse duhet bëjmë disa diferencime sipas grup moshës, domethënë sipas zonës ku jetojnë, sipas edukimit. Se cila nga këto kategori ka ato diferencat e veta, por them që i ka patur edhe disa zhvillime pozitive tek pjesa sociale, pra te përgjegjësitë që marrin ndaj fëmijëve, ndaj angazhimeve të përbashkëta, ndaj detyrimeve të përbashkëta, pa dashur që të anashkaloj atë pjesën e problematikave brenda familjes, që janë gjithmonë ekzistente dhe mbeten problemet ndaja, siç është dhuna në familje, që në mjaft raste ka shkuar edhe në ekstremitete, pra kemi një lloj agresiviteti në rritje duket ndonjëherë nga shifrat që raportojnë policia apo institucionet e tjera ligjzbatuese. Ka një seri me gjëra në fakt për të diskutuar, se sigurisht është një temë e cila zë pafund një diapazon të gjerë. Por ajo për cilën me siguri biem gjithë dakord që institucioni i familjes tradicionale tani më është pothuajse i ndryshuar rrënjësisht dhe njerëzit dorëzojnë pak më shpejt para vështirësive, apo jo, Delina? Do me thënë, nuk pranojnë me patjetër që të sakrifikojnë, siç bënin dikur prindrit tanë, që për hir të familjes të punonin pak më tepër brenda ose të pranonin qoftë edhe gjëra. Tani më ndoshta kjo liria e madhe që na është dhënë si nga ana e meshkujve ashtu dhe femrave,
mos ka bërë pak edhe atë të kundërtën që ne jemi të gatshëm të heqim shpejt dorë nga përgjegjësitë. Në fakt është diçka që unë personalisht e kam konstatuar edhe gjatë punës praktikës përditshme me raste të cilat trajtohen qoftë individuali, qoftë si familje në terapi që vinë. Kjo kujdesin ndaj vetes i tepruar ndoshta ka kaluar në një fazë egoizmi, që është vetja prioritet dhe unë jam në qendër të çdo gjëje derisa vendos edhe veten në qendër të familjes, duke lënë edhe fëmijët mbasdore, që shikoj se unë kam një detyrim deri në një mos caktuar, pastaj kujdesi ndaj vetes nuk duhet të mungoj. Jam dakord që kujdesi ndaj vetes për të dy prindërit nuk duhet të mungoj, sepse janë si fillimisht identitete të ndara, pastaj identifikohen si një familje. Por çdo gjë me mas mendoj që të ruhet ky ekuilibri dhe të ruhet kjo dinamika apo ngrohtësia e familjes tradicionale në cila ka ekzistuar. Ti vetë prind nuk të pyeta vetëm. Jo, nuk jam. Jo, akoma. Kështu që je akoma në këtë fazën ku po mendon. Në këtë fazën teorike do të menduar se praktikisht edhe unë nuk e di se si do jem dhe nuk do doja të stresoja veten në këtë pjesë. Sigurisht, është ende herët për ta menduar kështu. Kur ti vi dita, i themi në Shqipëri, kështu që nuk ka se si. Fjordi, në rolin e një babai që nuk do t'i ngjej babait që ka patur, se ati the, unë kam pasur një familje të madhe, po si do që t'jetë ti, jam e bindur që je ndryshe në mënyrën se si qasesh prindërimit sot. Sipas te, kush janë gjërat që ti ke marrë nga modeli se si e rritur dhe gjërat të cilat nuk e ke marrë, ose nuk e dashur që ti marrësh dhe ti sjellësh në familjen tënde të re? Atëre, unë vi nga një familje tradicionale, po dhe vetë jam pak tradicional tek pjesa e parimeve që janë disa parime që pa negociushme. Por, familja ime mua më ka rritur me përkushtim, ka rritur duke më shkolluar, me sakrifica, duke investuar tek mua, dhe këtë gjë unë e bëj dhe te fëmijët e mi. Unë mendoj shumë që pjesa e brezave dhe familjes është shumë e rëndësishme. Ashtu çfarë vëmendje ty të ka dhënë familja, të njëjtën vëmendje ti do e japësh edhe tek fëmijët e tu. Edhe ne si unë, si bashkëshortja ime, bëjmë maksimalisht dhe punojemi, fokusohemi, ndoshta dhe sakrifica për t'i plotësuar fëmijëve ato që kanë të nevojshme. Pa diskutim edhe i edukojmë gjatë pjesën së plotësimit, se jo të gjitha dhe duhet ta kuptojnë që çdo gjë vjen nuk të falë njëri, vjen me punë, me përpjekje, me sakrifica, por që unë mendoj gjithmonë që baza e çdo gjëje është familja. Shoh shpesh edhe në për shkolla kur jam prezent në për takime me prindër ose kur bashkëbisedojmë që i neglizhojnë fëmijët shumë. I neglizhojnë, nuk i japin atë kohën e duhur. Fëmija më shumë i japin kohë qenëve sot, 1 orë, 2 orë mëngjes e 2 orë ndarke, se sa përkushtojnë të fëmijët në kohë cilësore flasë, se jo... E kuptoj, jo vetëm do vetëm prezenca duhet jetë cilësore dhe i qëndësishme. është një punë që duhet ndarë në dysh. Kanë gjithçka përveç se kohës të shëndetshme me prindrit. Mendoj. Që është rëndësishme nga gjitha. Dhe është edhe për të vlerësuar që fëmijët e sotëm, përpos faktit që teknologjia ka bërë të vetën edhe ka ecur me hapa galopant, janë goxha të ndërgjegjshëm, mendoj, sado ka vështirësi pjesa e rritjes, por isim një brez që është i ndërgjegjshëm dhe që e kërkon kohën me prindrit, dhe unë e shikoj këtë tek vajza ime. Më po e qefi, prit edhe pak sa të bëjnë adoleshenca, apo jo, Albana. Se kështu na duke gjithë, me të drejtën sfidat kanë ndryshuar, është ajo që e the edhe vetë që me kalimin e kohës dalin probleme të ndryshme, shqetësime të ndryshme, përballesh me situata të ndryshme, por deri tani të paktën unë me fëmijët e mi më duket sikur po e shtyp pak atë moshën e shkëputjes, nuk po them adoleshencë, se ata kanë hyrë dua apo nuk dua unë, do me thënë, kanë hyrë djalin në adoleshencë. Por ajo që mendoj në lidhje me këtë gjë është që të mbajturit e fëmijëve sa më të angazhuar me aktivitete aty ku ata ndihen mirë, kam përshtypjen që ndihmon për të ruajtur edhe lidhjen me fëmijët, edhe për ta shtyrë pak pjesën e shkëputjes.
Është interesant është, pastaj vjen edhe tek pika ku rritet dhe bëhet 12 vjeç, si djali im për 13 dhe thotë në futboll të lutem mami mos e ja të më shoqërosh sepse nuk dua të më shohin shokët me mami, kështu që. Ashtu, ë? Ndodhin edhe këto. Djali mi bëri 13 vjeç, po unë aty te fusha tenisit kam shumë qef. Kam shumë qef që të rita shikoj, jo për të parë djalin, po më shumë më pëlqen loja. Tenisi ndoshta nga që është sport individual është kështu, sepse ai kur janë edhe 22 shokë të tjerë, sigurisht mirë është që është edhe sport futbolli më konfrontues. Që vërtet pas telave bjeri se ose kur zihem në herë me arbitrin, edhe kjo nuk është një gjë. Faleminderit shumë që ishit sot me mua. Tani suksese në misionin e bukur të prindërimit, se sidoj që tjetë ka vështirësitë e veta dhe padyshim dhe sfidat e veta. Dhe ty në punën tënde dhe pse jo, të të urojmë një familje të bukur një ditë, kur ta kesh ti dëshirën dhe mendjen për ta bërë atë. Gjitha prirësh do të jenë ende këtu, unë do shkem një hapësirë publicitare që të mirëpresë të ftuarit e tjerë që do të vinë në temën në vazhdim. Mos u largomi, them pas pak.